Në kuadër të aktiviteteve të trëndafilave të Çamërisë, sot ambasadës greke ju dorëzua një letër protestuese kundrejt shtetit grek. Përmes kësaj letre, organizatorët kërkojnë drejtësi për krimet e vitit 1944, kur mijëra shqiptar të Çamërisë u masakruan dhe u dëbuan nga trojet e tyre nga ushtria greke. Në këtë reagim zyrtar, theksohet se Greqia vazhdon të mbajë padrejtësisht pronat e shqiptarëve të Çamërisë. Çamëve u mohohet edhe sot e drejta të vizitojnë shtëpitë dhe varret e familjarëve të tyre. Ndaj dhe përmes kësaj letre, kërkohet që Greqia të heqë ligjin e luftës me Shqipërinë dhe të hapë rrugë për një zgjidhje të drejtë. Kjo letër prese organizohet java Çame në Shkupra, 5 vite me radhë dorëzohet pranë ambasadës. Ndonjëherë dorëzohet në mënyrë më masive, por çdo herë kemi pas këtë përcjelljen e organeve policore, praninë e tyre të shtuar këtu. Kemi vendosur që këtë vit jetë më pak në numër dhe më simbolike. Arsyeja se nuk është se letra ka ndonjë efekt të madh, ndonjëherë ka rastisur që edhe nuk kanë pranuar nuk e kanë pranuar faktikisht letrën me arsyeën se ambasada është mbyllur e kështu me radhë. Berisha sqaroi se letra është një thirrje paqësore për zgjidhje paqësore të çështjes Çame, për kthimin e pronave të tyre për anulimin e ligjit të luftës nga ana e Greqisë, në suazat të drejtave ndërkombëtare dhe europiane. Aktiviteti trëndafili i Çamërisë nisi më 21 qershor dhe do të përfundojë të premten më 27 qershor, me një vizitë tek varrezat në Klogjend të Shqipërisë.